Do të dëgjoni se si Faik Imeri e ka trajnuar Halit Sahitajn që të shkoj në Hag edhe të dëshmoj rrajshëm. Do të thonë, një njeri i cili gjatë kohës luftës, kur në jetën e tij nuk ka qenë qoftë edhe një orë në Kosovë, njeri i cili kur në jetën e tij gjatë luftës nuk ka taku as Hashim Thaqin, as Kadri Veselin, as Recep Selimin, as Jakub Krasniqin, ishte para përgatitur nga ana e Faik Imerit, bie serbe, me aprovimin gjithmonë të Jack Smithit, që të shkonte atje, tulej para prokurorëve, të bisedonte me ta, të rrefente çdo gjë që e kishte të shkruar nga ana e Faik Imerit. Madje është shumë interesant për të përmendur në këtë rast se njeri nga prokurorët hetues të prokurorisë gjykatës speciale me origjinë nga Gjermania, meqense Halit Sahitaj fol disa gjuhë perfekt, e sidomos gjuhën gjermane e fol shumë më mirë se sa gjuhën shqipe, gjatë një pauze ky gjermani drejtohet Halit Sahitajt edhe i thot zoti Sahitaj, tregon drejt kusht ka përgatit për me ardhë këtu, sepse unë e lexova biografinë tane dhe rezulton që ti kur njët s'ke qenë gjatë luftës në Kosovë. Ky thot nuk mundem ta dekonspiroj, sepse këtu më ka sill një agent i lartë i CIA-s amerikane. I asked you at the beginning of this phone call about the communication you had with Mr. Bennett and about my understanding that you had contacted him to say that you wanted to retract that information and didn't stand by it, and you said absolutely not. Pra, unë në fillim thash që ju kishit marrë zotin Bennett dhe I kishit thënë atij që dua të tërheq dëshminë, por juve na thatë në fakt që absolutisht and now you're telling me that was information that you were that was prepared for you, or that you were prepared by the CIA agent. So was the do you stand by the information or not? Was it your information, and was it accurate or not according to you? Pra, dhe tani ju po thoni që ju u përgatitët apo informacionin që na dhat neve, ju ishit përgatitur nga ky agent I CIA-s. Mund të të pyes, pra, a I qëndroni ju atij informacioni që keni dhënë? Pra, a vazhdoni ta mbështesni atë që tha? One se kam sigurt a jeni të më kuptu mu, në stacion të spjegu të qaru si du, po arsyeja jam ka qenë, ju kontaktoj unë juve se gjana që ka ndodhë kohën e funit, për mu është shqetësim I madhë. Se nëse I njëjti... Wait a second. So probably we are misunderstanding each other, or the reason I called is misunderstood. But what I want to say is that these recent developments are a cause for concern for me. Edhe para se më ardhën të jo, si mas agentit CIA-s, Jack Smithi ka qenë I njoftuar se une një njerë po shkon më deklaru, edhe që shpo më pregadit CIA më shku më deklaru këndrej qëtyne personave, sepse nuk kanë dëshmi sa duhet për t'i burgosur ose t'i denuar, edhe vy një njim I jemi. Edhe une si kom ponu për CIA-n, unë jem kohë çdo gjë I gatshëm të bëj për CIA-n. Okay, so before I came to SPO, this CIA agent told me that Jack Smith knows about this, and all this information I gave was because you didn't have enough evidence to imprison these people, so the CIA helped with that.
Mos harroni kanalin ton në YouTube me Milajm Zeken.